Gracias.
ardhur për të festuar mbarimin e abetares. Rruga që ju nisët në shtator ishte një rrugë e gjatë, e mundimshme, e lodhshme, një rrugë sakrifice, rrugë djerse, rrugë për të mësuar gjuhën tonë të bukur, shkronja tona të arta, ashtu si shtonë dhe rindasit, gjuha jonë sa i mirë, sa i bukur, sa i lirë, sa i pastër, sa i vlerë. Kjo rrugë ku kaluam me sukses, nga ju prindër, nga ne mësuesët dhe nga vetë fëmijët tuaj. Festat gjithmonë kremtohen me gëzime dhe me festa. Dhe ne sot kemi festë. Për gëzimin tuaj, për gëzimin tonë, për gëzimin e vetë fëmijëve tuaj, do të dëgjoni një program të përgatitur nga fëmijët tuaj. E gjithë klasa s'ka vetëm nxënës midis nesh, pas ka prind gjyshe gjyshe, ndaj dhe klasa duke ndryshe. Se shkjo dit, si gjdo dit, gjdo vogëlush, më shumë më rrit, kemi fest, kemi are, ndaj dhe ju jeni këtu me ne. Vitë pasë, një të pyes, more, të këta fëmi, sot nuk është as një qeshori, sot nuk është as vitiri. Vërtet janë, por këtë ditën ne do ta kujtojmë gjithmonë si japin janë të mirët. Abetare, si ke sonë! Se vane përgëzojme, shkjonja që kemi mësuar, me zikpesim të tregojme. Me mësuesen ditë për ditë, sa shumë ne punuam, shkoj për shkoj nga një qip, abetare ne mbaruam. Shtuam punën dhe nga dalë, sa shumë t'ju gëzuam, kur me to shkruam fjallë. Dhe me fjallet që mësuam, dhe më qanë të shumë të rava, se filluam të lexonin shumë vjesha dhe përrava. Prale se duhet të tregojmë që s'na e ka mësuar, s'na e ka mësuar as ma mirë babi, ne vete kemi lexuar. Guasi pushtet, po shkoj të hap dirë. Moro vesh se ju po festoni mbarimin e abetares. Ne, fëmijët e Kopshtit Barbardha, duam t'ju përshëndesim me një prallë. A na pranoni? Me zemër, me zemër. Po ta leti të nas pak. Hajde. Na jo mos mbete në erë, të gjoni që fjallët në kokë të hyrë dhe njëra tjetër në rrallë më shtyrë. Mos shahen e kur mos bëjnë shama, se mondja pastaj i nxjerr jashtë dhe mondja prandaj është mondje, se rrejtë kërkon na mëngjesin në mbrëmje. Pazari po shkonte nga dalë në nadi me kecit e saj lozonjarë. Po shkonte në librari të blite 2 abetar. U rritët ku bët si qepë, i thoshte nëna fëmijëve. Se tani duhet ta dini pa tjetër si shkërgjoj vjetër. E gjua s'pësojt fare, po s'blem 2 abetare. Se shkuam kecit e dhja në rrugë me 2 libreria. Tek njërën që quhe Shkëmbia, raditeshin libra të mira dhe kecit të dy çuditën dhe brenda u futën dhe spritën. I bleu abetare dhja prigjat dhe kecit kërcenin dhe boni shamat. Sa mirë, do shkruan e bërë, do të bëjmë marë, do të bëjmë dhe alun fiti, në të që kecë. Ne jemi kecër, ta me kesim një asta me kalisër, dhe i të duhur si 2 profesorës me libra në të. Renisja, ma që mësoja dhe tënë, tënë dhe me. Tani që do tu, pastaj që rasjen. Ama të tyra të leta ju i gjëti, dhe shkoj të lafos dhe meritur foshe që keci bësori zhër. A mund të dili daktar ku erdi që ti keci të gjumë,
What is it? Is this a bicycle? Is this a bicycle? Yes, it is. Yes, it is. Kur ishim të vetin në shokuin, mëngjes për mëngjes, haron të shamin sa erkollitej apo të shtinte, me mend të gjaketës turin t'i fshin. Një ditë në klas mosuesja e tha, Buzagazi qeti sa, ç'pas ke përkështu more djalin bar, shamin e ke lën, mundon e ke marr, po harove prap të marrë shamin, kule edhe hundën lëre në shtëpi, që nga jo dit, dolli një çudi, dhe të kish një hund, me ke 2 shamin. Kur ishte një fidova të krijohen, kur u bëra 2 fidova të zjohen, kur u bëra 3 isha pakun, kur u bëra 4 u rita më shumë, kur u bëra 5 isha më i shtruar, kur u bëra 6 isha më i zgjuar, tani jam 6, se di për më vonë, po dua të ngelen 6 vjet për gjithmonë. Lapsi, çaçoti, zonja hund, zonja sy, zonja dore, një tjetër, një njëri, krijon një letër, pyet lapsi, çka kam tjetër, një ari e tjetër, do e mos në zonja vepër, lapsi im çaçoti, kush ta dha këtë emërçi? Shumë bravo. Tani duam t'ju përshëndesim me gabën një me vojë 6 vjeçare.
Prandaj faleminderit prindërit, ju e motër, ju thonë me dashuri në gjokë së zemrat e vogla. Kur në bërërë të parë në klasën e parë, me lule në duar, u drejtuan pranë e dërve të djesë. Ju prindër të dashur në shoqëruat, sa të gasmorët të nxënësve të shkollës në rëmbyen në shtëpila më kugulla dhe lotra që qanin për në. Sa të ndrotë që ishim, a do t'i më Bye.
A e di, në shkojna fënë nuk aron kur, sepse do të gjeni gjithë një në flamur, ose kur që gjatë ndesë se kërorë, u kratë japë sipja arbërore. Ne erdhëm të ndrojtë patina afrove, dhe duart e vogla, dhe duar në i morë, jo kurë për ne, së të shtëron buzëqisha, çdo në qast, së ndajmë nga veti. Se nësë dashur ka një fjallë. Se ju jeni fëmijë të mbarë nga një shkron e nga një fjalë, ju mësova pa përtuar, ju mësova të lexoni gjuhën tuaj të bekuar. Dhe tani nisë bashkë pa vonuar. Vazhdoj me sasë. Me këngës e gëzimit të ftojmë. Bravo Sonja. Dashur librin e leximit. Të mirë fëmijë. Lartë të mirë. Emocionose do largohet. Mirë se u gjeta o fëmijë, unë në libri leximit, ja një shok i ngushtja abetarës, o abetarë e shtrejta, motra ime, fëmijë ju kanë sjellë vjersha dhe tregime, as pak se mi vështirë, e sigurisht jemi dhe miqtë mirë. Mirë se erdhi libri i leximit. Fjalë më bukur do të lexojmë me gazë dashurit të gjithë kemi prisëm, o tjë libër do t'jemi vërtet. Faleminderit, do t'ju bëj një pyetje. A keni dëshira ju? Po! A ti të gjojnë pak? Unë do bëhem matuese. Unë sportist. Unë do jem shërif. Unë do ishte Doktore do jem. Kushtë unë është shkencëtar. para se të iqim, duhet t'ju bëj një pyetje. Si se të me lexoni mua?
Për një shkronjë merrem në detyra i bëri bestiku e la fetoren aku dhe në lule iku. E mora fetoren boboç të lexoj çdo fjalë të shkruar tingon nga një shkronjë. Pa të dëgjojmë pak të Mikel. Atë ditë besnikun e hoqa nga loja, sot i thashë ngo për të këngrë në shkronja. Lërmo babi, lërmo të shkronja në loja, do të taja vetëm për një shkronja. Shumë i Mikel të lumta, të dëgjojmë pak të Sonja. Do të taja vetëm për një shkronja. E ja bini babi, bash ta shikojnë. Të lumta së rapët të dëgjojmë pak të Sonja. Për një shkronjë që ti se vetë, a ja bini. Për një ma që të zëvë qërami poetik, për kërsto more besnik, a i duhet një kutik? Shumë mirë. Si pasi, ka edhe në kërë, për një bërë që ti se he, që la kur këtuj. Shumë mirë të lumta pa të dëgjojmë pak të ty. Si të në zvikut u bushë bellotë, do të plasë, Shumë mirë, të gjithë më lexuar shumë mirë. A betare në mbaruam e leximin do fillojmë për ndër të dashur përsëri pak zim do ju kërkojmë. Fjalën tonë rapim do lexojmë edhe më mirë. Libri i leximit do të jetë për ne shoku i dashur, mik i lirë. Bit faster. programi që fëmijët tuaj kanë përgatitur. Në të ardhmen, përkushtimi i fëmijëve i juaj dhe ne si mësues do të jetë akoma dhe më i madh. Kërkojmë mbështetjen, siç na keni mbështetur. Suksese, gjithmonë suksese. Kam dëshirë një print që nuk është filmu për 6 vjeçarin. Këngën e 6 vjeçarit. A çon edhe njeriu ka bërë. Me që unë më bërë që të e kishtë.